Po, unë flasë nga Tirana dhe jam një komshie e zonjës Albana. Komshie vjetër. Sa vite keni aty në lagjen tuaj? Kemi një 40 vite. Mos je... Të përshëndes, Gjemile! 20 vite kemi. Gjemile? Dhe jemi komshie të vjetra. Po. E shikon, komshiet e vjetra normalisht unë një zërin. Gjemile, më njëti. Po, pa tjetër. Pra, 20 vjetë komshie. E vendose dhe ca, 22 vjetë. Po. Edhe si do t'i përshkruaj ti marrëdhëniet me... Jo vetëm me Albanën si komshie në lagjen tuaj, por në përgjithësim me komshiet aty. Me mua, Po jo, me komshiet e vjetra... Ndryshon më abeti. Po, me komshiet e vjetra shkojmë shumë mirë, përshëndetemi, dhe gjitha unë kam një tip që përshëndetem dhe me 3 dhe me 2 vjetër. Po saqërisht me Albanën, si ke patur marrëdhëniet në këto 20 vite? Si komshie? Jeni përplasur ndonjëherë? Me Albanën, edhe me mamin e Albanës, kemi pas shumë shoqëri, si familje, hyrje, dalje. A ju ka ftuar ndonjëherë Albana, t'ju gatuaj ndonjëherë të shtëpia? Apo kështu kështu s'ka kafe, po sa të duash. Kafe në shijoj shumë në Albanën, sidomos kur më thret për kafe, se unë jam një pensioniste.